Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Orlan Çafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Përpara se ne sot të diskutonim temën që unë kisha zgjedhur për pritshmëritë e vitit 2026 të Shqipërisë politike, unë do të diskutoj për situatën e përmbytjeve që ka ndodhur të paktën 24 orët e fundit në të gjithë vendin. Në pjesën tjetër të emisionit ne pa diskutim do të diskutojmë për politikën, por kjo situatë na bën që të shprehim një mendim për atë që po ndodh. Kam ftuar sot në emision dy politikanë të rinj, politolog dhe analist të çështjeve të politikës dhe jo vetëm, që jam I bindur që do kenë ide interesante. Indrit Vokshi, faleminderit për ftesën, dhe Arseta Gjyli, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit ju. Në skalet do flisim dhe do flasim sigurisht për Shqipërinë politike 2026, çfarë pritshmërisht kemi, po nuk mund të rrim pa dhënë një mendim për atë që po ndodh. Indrit, jo vetëm si një çmtuesi I holli politikës, por edhe si një qytetar. Ore, çfarë ndodh këtu në Shqipëri, në verë, thatësirë, në dimër, përmbytje? Si ka mundësi? Çfarë është kjo që I ndodh Shqipërisë tonë? Se të ngrejmë sytë në qielli nuk mjafton. Këtu ka një problem me kompetencën. Pra ju thatë që do të flasim për pritshmëri politike të vitit 2026, por më politikë se kjo nuk ka. Pra më politikë se çështja e përmbytjeve nuk mund të ketë. Këtu ka një problem prej fillimit me kompetencën dhe qasjen kompetente ndaj punëve të shtetit. Sepse ky shtet duke u marrë me propagandë, ka harruar çështje të rëndësishme dhe kyçe. Vetëm 53 milionë euro ka shteti shqiptar për emergjenca civile. Vjetore. Aq e ka. Luan me 1 milion euro ose me 2 milion euro çdo vit në parashikimin buxhetor. Që do të thotë, nuk ka asgjë. Për shteti shqiptar nuk ka makineri për emergjenca civile. Doli atje dhe kishte mbetur autostrada pa krip. Qesharake, humoristike, thot autostrada thot nuk ka krip. Rrëzohen mjetet në rrugën e Kombit sepse autostrada nuk ka krip, sepse koncesionari, mirëmbajtësi rrugës, nuk hedh krip. Pa një shtet I çakorduar, I shkatruar që nuk detyron dot atë plumb Salillarin ose Shefqet Kasratin ose kush do të jetë për të hedhur krip në rrugë. Tani këtu ka filluar keq prej fillimit me ndërtimet. Pra një shtet I cili nuk arriti dot të bënte një plan urbanistik që nga 90 atë. Që nga 90 edhe më pas. Pra sepse duhet të caktohej plani, le të ndërtonin, normalisht pas vitit 90 do të lëviznin popullsitë. Do të kishte lëvizjet popullsive nga male drejt të ulësirave. Po pse atje pikërisht atje ku përmbytet? Por, shteti shqiptar ka pasur studime dhe duhet kishte studime ku lejohet dhe ku nuk lejohet, dhe aty ku lejohet në mënyrë të planifikuar urbane. Pra ta hidhin aty kapitalin që do punonin në Itali, në Angli, në Francë, në Amerikë për të ndërtuar shtëpiat e veta, është normale, mirë po ta disiplinon të shteti kapitalin. Nuk e disiplinoi shteti kapitalin dhe tani ka ndodhur kjo katrahura urbane dhe rurale. Dhe te kjo katrahura urbane dhe rurale, futet pastaj pa përgjegjësia e shtetit, ishte përmbytur mbi kalimi atje në Mamurras. Kishte mbetur një kamion aty. Për çfarë ka mbetur? Për një pompë që duhet futet aty për 5 milion lekë investim, se duan t'i vjedhin disa njerëz që shkojnë të hanë drek me ato 5 milion lekshat, nuk vendosin një pompë aty dhe rrezikojnë infrastrukturën dhe ndoshta dhe jetën e njerëzve. Pra, kjo vjen për shkak të mungesës së kompetencës. Shteti serioz shikohet tek emergjenca civile. Për arsye pse njerëzit kanë pranuar shtetin si entitet, është sepse shteti kryen disa punë më të mëdha nga sa mund të kryejë individi vetëm. Dhe këto janë, ndër të tjera, mbrojtja ushtarake për mbrojtje territorit, edhe emergjenca civile. Pra përballja me fatkeqësitë natyrore. Pra dhe te kjo përballja me fatkeqësitë natyrore, shteti shqiptar është zero. Pra sa mjete kanë bler këta, sa zjarr fiks kanë trajnuar këta, sa ekipe kanë trajnuar këta për çështjet e përmbytjeve. A mund të themi Indrit, pastaj të japim fjalën Arseta, a mund të themi që ky është faj vetëm I qeverisë socialiste? Po tani nuk mund ta adresojmë kështu, sepse nëse ne do duam të amnistojmë qeverisën socialiste, kemi vend për të amnistuar deri diku. Por edhe nëse duam të angarkojmë me përgjegjësi, kemi prap vend sepse ka 12 vjet në qeverisi. Dhe në 12 vjet duhet parë sa investon. 53 milion euro këtë radhë.
Jemi mirë si analistë sa si politikan. Arseta, Po s'ke provuar si politikan. Ja, dështove me Lulzim Bashën, dështove për lere tani, bashkë me gjithë shokët Basha nuk ishte kali im. Si analist, do thënë ke bërë një analist fantastike tani. Vetëm me 5 fjali ishe shkëlqyer. Lere se me Bashën ke dështuar. Nuk ishte Basha kali im. Për cilin duhet. Po, pas ka qenë një 4 këmbësh tjetër Basha. Po. Problematika këtu nuk është vetëm te reagimi edhe tek çështja e emergjencave civile, sepse patjetër reagim nga qeveria ka patur. Ne kemi parë ministrin Piro Vëngu që ka qenë gjatë gjithë kohës kryetarin e Bashkisë Durrësit, zonjën Mirjana Sako e tjerë, që kanë qenë në aksion edhe duket sikur në një farë mënyrë nuk ka munguar pra ky lloj reagimi, por çështja nuk është tek reagimi minutës fundit mbasi problematika ka ndodhur. Ne themi jo vetëm te parandalimi, ne themi çfarë problematika është të mbartura kemi ne edhe në kohë. Pra thatë ju a duhet fajsojmë vetëm qeverinë aktuale për këtë gjë apo këto janë problematika që kanë ndodhur në kohë. Patjetër që ka përgjegjësi. Janë 12 vite qeverisje dhe në një farë mënyrë duhet 13 tashmë, ka hyrë tek 13 pra. Dhe jemi tek fakti që ka problematika të mbartura, qoftë katrahurës urbanistike në të cilën ne jetojmë, qoftë të infrastrukturës, mënyra se si është investuar në këtë vend. Jo, problemi është ju socialistët kur janë në pushtet thatë që ne do ta rregullojmë punë. Deri tani ka qenë kot, viti 0 dhe se se keni bërë. Ka patur ndërhyrje dhe këto ndërhyrje kanë rezultuar efektive për shembull në zona si Shkodra etj, por nuk mund të realizohen këto lloj mbyllje të këtyre gropave apo këtyre gepve në këto problematika. Por përgjegjësia këtu duhet shkojë institucionale, sepse unë sot nuk kam ardhur të mbaj përgjegjësi për çështje që i takon qeverisë, për aq kosa nuk jam as funksionare e qeverisë, por jam analiste politike. Dhe tek ju kam ardhur në këtë qasje. Pavarësisht bindjeve politike apo asaj çfarë ne mbrojmë në overall si ideologji. Por këtu vim dhe duam të themi që çfarë cënon sot qytetarët. Ne kemi, për shembull, qarku i Durrësit ka patur gjithmonë probleme për mbytyjet. Nuk është një gjë e re sot. Ajo që duhet kishte ndodhur, duhet ishin marrë masa parandaluese dhe duhet ishte parë që qyteti komplet zona e Kënetës. Po ku duhet ne të ndërhyjmë dhe kush janë ato emergjencat që në një farë mënyre të merren masa që sot qytetarët mos dëmtoheshin banesat e tyre, pronat e tyre dhe gjithçka tjetër mos ishte në dëmin e qytetarëve dhe ne patjetër jemi me të mirën publike dhe me të mirë qytetarë. Duhet ishte bërë më shumë, patjetër duhet ishte bërë më shumë, por duhet thënë që Shqipëria jeton dhe është një vend në të cilin akoma nuk janë adresuar problemet infrastrukturore, probleme urbanistike, problemet kanalizimeve. Sot në vendin tonë ka probleme me lejet e ndërtimit, ka probleme me ligjet përkatëse, mënyra se si ndërtohet në Shqipëri, nuk ka një logjik urbanistike. Ne e dim kur jemi duke zbritur nga avioni në Rom, e shikojmë çfarë rendi ka dhe se si janë ndërtuar dhe se si është proceduar në mënyrë të tillë që të jetë funksion. Vetëm kur zbret në Tiranë. Kur zbret, por në Tiranë e dim se çfarë. Se gjitha qytetet normale janë si Roma. Kështu që jemi tek një problematikë e mbartur në vite që nuk është bërë asgjë për këtë pikë, por patjetër që janë adresuar disa problematika dhe kjo duhet thënë, ka patur një gatishmëri qoftë nga qeveria dhe po themi zyrtarët përkatës, por problematika nuk zgjidhet në momentin kur shpërthen edhe arrin në këtë stad në cilin ndodhet. Duhet kishte qenë një plan veprimi, një strategji paraprake dhe kështu procedohet dhe Bashkimi Evropian në mënyrën se si adreson problematikat në vendin tonë. Thotë gjithmonë do hartohet një strategji, por mbi të gjitha do të hartohet një plan veprimi dhe plani veprimit është ajo që vihet në praktikë. Dhe praktika nuk janë vetëm ligjet, se ne ligjet i kemi dhe ju e dini shumë mirë që ne ligjet i kemi shumë të mira. Problemi është se ne si i zbatojmë dhe si implementojmë këto ligje. Dhe nga këtu nis që ne akoma nuk jemi duke operuar me strategjitë e Bashkimit Evropian, me direktivat e Bashkimit Evropian dhe rregulloret e BE-s. Kështu që kjo duhet shikuar si një fazë reflektimi për të parë se ku janë ato fazat më të... Po jemi proces negociimi, pra Rolanda, jemi proces negociimi me Bashkimin Evropian. Kështu që jemi tek pika që BE-ja tani ka vënë alarmin. Jo vetëm në këtë problematikë, por problematika që janë praktike, por flasim për reforma. Për të dy, për të mbyllur këtë, se sigurisht që ju nuk jeni specialist të kësaj situate, po unë doja një mendim si njerëz publik, si njerëz, si analist, si ekspert të themit politikës. Idrit, si ka mundësi që opozita gjithmonë në këto 35 vjetë thotë që ky që është mbështet nuk di ta menaxhojë. Sa të vi unë
do ta rregulloj dhe sa vjen opozita në pushtet, do të bën më keq se sa ajo. Ç'është ky cirkuit? Kjo është dialektika e politikës, më gjej një opozitë në botë e cila nuk thot kështu. Ja. Të gjitha opozitat në botë thonë kështu. Me njëherë, sa po del opozita, merri analizoje. Po viti zero vetëm Shqipëri funksionon. Po vitin zero nuk e ka shpikur Shqipëria. Këta e morën diku të këto partitë populiste, e mori Edi Rama në fillim, tani e aplikojnë dhe partitë tjera, aplikojnë e Albin Kurti në Kosovë. Pra është manual populist. Pra lexoni librin e Leninit, Taktikat e Revolucionit, Socialdemokracisë. Lexoni librin e Leninit. Absolutisht për ta kuptuar. Do të lexoni librin e Leninit dhe ta kuptoni që taktikat që përdorin këta shumë pak mizuri ajo kohë për lere. Janë të bazuara tek disa manuale, sepse ky është shtet i ndërtuar mbi populizmin, është shtet i ndërtuar mbi përçarjen dhe urrëtitjen, pra vazhdojnë ende ballist partizan socialist demokrat, që është diçka kot, por është një polarizim që funksionon deri diku për 20% të militantëve. Çfarë kuptimi ka ballist partizan socialist demokrat? Po përmbyten gjithë tani. Nuk e ndan përmbytja kush është ballisti, partizani, demokrati, socialisti. Pse e bëjnë këtë? E bëjnë për t'i mbajtur njerëzit në polarizim. Edhe ata që kanë qenë vetë socialistë dhe familje dëshmorësh, janë lënë, ju dini, në harres nga vetë regjimi komunist atëherë dhe nga vetë regjimi socialist sot. Socialist e regjim sot? Absolutisht është regjim shtetëror, si nuk qenë ka regjim. Unë s'dua ta përdor në kuptimin e inflacionuar, siç e përdorin ta regjimi drogës i krimit, por do të them regjimi shtetëror. Regjim? Regjim. Se fjala regjim është në fjalor nuk ka konotacion negativ, po ta përdorim ne në nuk po ta përdor pra në fjala regjim merr konotacion negativ. Nuk po ta përdor me këtë inflacionin që i kanë dhënë këta. Të regjimit të drogës të Edvin Kristaq Ramës, nuk është kjo, po të them regjim në kuptimin shtetëror. Pra dhe çfarë kanë bërë këta? Ke sa të duash me qindra dhe mira, njerëz që kanë qenë të lidhur me Partinë Socialiste, kanë qenë dhe herojt punës në komunizëm dhe kontributor në ndërtimin e AD-ut socialist. Dhe është gënjur. Dhe jo është gënjur, po ti dëgjosh që flasin nëpër tavolina, thotë erdhi Edi Rama, futi rrugaçët në Partinë Socialiste na largoi neve. I ke nëpër tavolina, merri demokratët. Dalin tani thonë jemi ballist, zogist, legalist, familjet përsekutuara. Na futi Berisha komunistët parti. Berisha s'ju ka futur komunistët, ju ka futur shokët e vet. Shok që kishte Berisha para 90-s, i futi në pushtet pas 90-s. Kë ka shok Berisha sot aktualisht? Po shokët e vet, po them. Po kë ka shok? Shokët në kuptimin politik. Politik. Pra ata të Jo, se thash mos ka pasur zoti Noga. Ata njerëz me shok para 90-s. Zoti Noga ka dishepull, jo shok. Është apostoli i dhe po them futi shokët e vet, pra ata Bashën çka e ka pa mirë Nogën. Bashën e ka djalin e munguar. Dhe ndodhi kjo pra që socialistët dhe demokratët, secili në mënyrën e tyre thonë na kanë tradhtuar, na kanë lënë pas, nuk kanë bërë asgjë për ne dhe për kauzën tonë. Kur vjen puna 1 muaj para zgjedhjeve, polarizohen prap. Një pjesë tjetër thonë do na vinë bejlerët dhe agallarët, pyesin një deputet Partisë Socialiste që erdhi Partinë Demokratike aty nga viti 2013, po si ja merrni të votat ta në Mallakase për shumë lehtë. Ju thonim do do kthejnë bejlerët dhe agallarët, do na marrin tokën. Ata votat tha Partia Socialiste. Këta të tjerë thonë tani do na vi komunizmi dhe do na bëj kampi internimi dhe burgje, dhe 1 muaj para zgjedhjeve ndodh ky polarizimi. Kur mbarojnë zgjedhjet, pastaj të dyja palët thonë na kanë lënë pas dore, na kanë tradhtuar, por presin zgjedhjet e tjera për tu polarizuar dhe për tu armiqsuar. Okej, se na futën politik. Njëta pyetje, njëta pyetje. Si ka mundësi që opozita thotë që këta e kanë gabim, sa të vim ne, domethënë nuk ka ndryshim as PS as PD. Si retorik është kryekput retorik komuniste siqasje, në kuptimin e asaj që gjithmonë armiku e keqja është jashtësuar, duke përdorur këtë lloj retorike, ne dhe ata. Dhe duke mos e konsideruar veten asnjëherë pjesë të problemit. Dhe ne e dim, dhe unë e kam thënë gjithmonë në analizë politike, që ne nuk e kemi kulturën e mea culpa, ndryshe të fajt, të sharing ato një farë mënyre fajnë e përbashkët. Ti ke kërkuar një falje? Po patjetër që kam kërkuar falje. Ideja është që unë nuk kam pasur përgjegjësi publike të atill, të ndikimit tim, në mënyrë të atill që
të afektoj një masë shumë të gjerë njerëzish edhe të ndikoj jetët e tyre për keq. Dhe nëse do ta kisha patur këtë përgjegjësi, patjetër do ta mbaja me ndershmëri dhe me dinjitet, ashtu siç kam bërë me gjithë pozicionet e tjera. Patjetër që do thoja më fal. Sepse mea culpa, bëhet si ata pastaj. Kjo është problemi pra. Kjo është problemi, sepse atje ti bëhesh pjesë e sistemit sepse sistemi ty nuk të pranon ndryshe. Dhe ne që jemi përpjekur të ndërtojmë modele ndryshe dhe modele të cilat kanë baza të tjera të vlerave, të moralit, të dinjitetit edhe të ndërtimit një profili politikani me profil edhe profesionisti, në farë mënyrë sistemi të përjashton, por nuk është ky diskutimi, nuk është ky diskursi. Ideja është që opozita në farë mënyrë jashtëson problemin duke mos mbajtur përgjegjësi politike. Kemi politikan, siç është kreu i Partisë Demokratike, po dhe shumë të tjerë, të cilët kanë përgjegjësi politike se kanë qenë në qeverisje. Kjo qeverisje nuk nisi këto 12 vitet e fundit, pa janë 35 vite dhe plus asaj në retorikën që po thoshte edhe kolegu është fakti që këto i kanë kapsuluar element të ish komunizmit në farë mënyrë dhe sot janë persona që mbajnë peshë politike. Dhe këtu nuk ka ndasi ideologjike, për të shkëputur pak nga qasja. Nuk ka ndasi ideologjike kur flasim për partitë politike në Shqipëri. Partia e djathtë, Partia Demokratike nuk është më parti e djathtë. Partia Socialiste nuk është më parti mirëfillje majt. Këto janë parti të hibridizuara, të cilat në farë mënyre luajnë me ndjesitë dhe me qasjet politike të shqiptarëve. Dhe ne dim shumë mirë që bindjet politike të brezit të dytë dhe të tretë, e kemi parë dhe në shkenca politike, janë shumë vështira për të ndryshuar. Dikush i cili ka qenë i persekutuar politik në komunizëm është shumë e vështirë që sot ta ndroj mendjen dhe të votoj për Partinë Socialiste. Ndërsa dikush i cili ka patur bindje politike dhe ka bërë një jetë të mirë në komunizëm, është si gjyshërita, ne kemi parë dhe dim se si është mendësia. Jemi të pika që opozita sot duhet bëj mea culpa dhe duhet të dali me fajsin, me konceptin e fajsis. Dhe jo për ta jashtësuar gjithmonë problemin. Do diskutojmë konkretisht për të. Publicitet një ndërprerje të shkurtër publicitare dhe kthehemi sërish për pritshmëritë e vitit 2026 të politikës shqiptare. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefonin juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të pagonit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistroheni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Faleminderit, jemi në studio, një falënderim për institucionin monetar MoneyGram Akinvest që mbështet emisionin Dekalog të Dritare TV me sloganin transferohet shpejt, gjithmonë më shpejt kudo dhe kurdo. Siç thash dhe në fillim të emisionit, do të diskutojmë për pritshmëritë politike të vitit 2026, janë të paktën 4 çështje që priten të trajtohen ose të zgjidhen gjatë këtij viti. E para çështja Balluku, në datën 19 pritet një vendim nga gjykata kushtetuese dhe zoti Rama dhe majoranca duket sikur e kanë ngrirë gjithë atë që quhet kërkesë e SPAK-ut për parlamentin, për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e zëvendësisë kryeministit Zonjës Balluku. Në prill zhvillohen zgjedhjet në Partinë Demokratike për drejtuesin e saj. Pyetja e madhe është nëse zoti Berisha do vazhdoj karrierën e vet, pra do kandidoj për të qenë dhe për të vazhduar si kryetari i Partisë Demokratike dhe kjo do jetë një çështje thelbësore për Partinë Demokratike dhe opozitën. E treta është institucioni SPAK me drejtuesin e ri Klodian Brau, a do ta vazhdoj atje ku e la zoti Dumani dhe si do jetë cilësia e timeve tani e tutje, dhe e katërta marrëdhëniet e politikës shqiptare, veçanërisht të majorancës me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Indrit, për ty analiza për pikën e parë, për çështja Balluku. E para njëherë si parashikon do zgjidhje? Domethënë kemi një çështje që ka shumë gati të panjohura ose është bërë më koklavitur se sa ishte. Zoti Rama duket po e ka mbështetur dhe e mbron, të paktën deri në datën 19 janar kur t'jepet vendimi gjykatës kushtetuese, zoti Rama i quhet që e ka mbrojtur. Domethënë këtu jemi korrekt. Por a ka drejt zoti Rama që gjej hapësirat juridike për të bërë padinj gjykatën kushtetuese? Sigurisht edhe këtu, domethënë formalisht ka drejt. Por pyetja më e rëndësishme brenda kësaj pyetje është përse zoti Rama nuk bëri të njëjtën gjë siç ka bërë me zotin Veliaj, siç ka bërë me zotin Ametaj, siç ka bërë me Semir Tahirin në fillim fare, edhe pse atje në atë kohë nuk kishte SPAK,
Domethënë që nëse ka një çështje penale, ka thënë zoti Rama, me një funksionar bashkëpunëtor i tim, ai do largohet nga detyra dhe vazhdoi betejën e vet, ai mund të jetë i pafashëm. Dhe për zonjën Balluku, ai mund të jetë i pafashëm, ne nuk e dim këtë gjë. Për të qenë korrekt, se pastaj se çfarë mendojmë ne. Pse po ndodh? Rama, dhe çfarë parashikon? Unë mendoj se u tremb nga pezullimin detyrë. Dhe pezullimi në detyrë, mendoj se e trembi. Pse? Po e trembi sepse është ajo çfarë tha, mund të pezullohet kryeministri në detyrë. Do t'i thuaj që mund merrte vendim gjykata që të pezullojë Rama? Tremb nga standardi. E tha dhe vete, s'mund të pezullohet kryeministri në detyrë. Dhe ka sens. Jo, fjala tremb do të thotë që Rama është ka sens deri diku, nuk është ndonjë tremb. Jo, çështja e qasjes së drejtësisë. Jo, mund të them veprimet politike. Unë ne njohim veprimet. Ai ka 13 vjet në pushtet do rri 16 vjet do i drejt. Nuk është çështje trimëri ishte. Ja, trimëri ishte. Aftësi trimëri ishte. Kombet e kolonizuara si Shqipëria nuk drejtohen me trimëri, drejtohen në mënyra të tjera. Dhe u trem nga kjo, pra nga vendosja një standardi dhe ndoshta deri diku këtu ka të drejtë, mirë po s'ka të drejtë në pjesën tjetër. Në cënimin e një standardi tjetër që secili zyrtar që kërkohet për të hetuar, duhet të hetohet. Mundet të dali pafajshëm. Mirë po, nuk mund të jetojmë ne me dyshimin dhe me denigrimin e imazhit të drejtësisë që u fut kryeministri dhe prokuroria nuk guxoi ta çojë më tej. Sepse çfarë ndodh? Kjo delegitimon prokurorinë. Nëse prokuroria nuk i ndjek hetimet, sepse del kryeministri dhe thotë që kjo është e mbrojtura ime, prokuroria nuk ka funksionuar kështu, është treguar. Po them, në qoftë se ndodh kjo, konsistente, po pra në qoftë se ndodh kjo, prokuroria diskreditohet dhe prokuroria bëri mirë që nuk la veten dhe imazhin e institucionit që të diskreditohet. Tani, parlamenti duhet ta jap lejen për hetim. Duhet ta jap. Nuk është dramatike. Si s'u mblodh? Nuk është dramatike, pra këtu themi që Edi Rama po vjen në ato kushtet e pengimit të drejtësisë. Rama po pengon drejtësinë. Një ndër arsyet pse u vu non grata Sali Berishës ishte që një ditë para gjyqit shkoi tek shtëpia e Ilir Metës dhe mbajti deklaratë nga oborri i Ilir Metës. Janar 2012 para gjyqit të Ilir Metës. Pra dhe u skedua si një pengues i drejtësisë. Ja, ky është mendim i mirë, se ne se dim këtë. Mendoj unë. Sigurisht unë nuk po them që këtë duhet ta pranojnë të gjithë populli i mbar. Unë nuk po them, jo, nuk jam ai avokati. Sekretarin e shtetit. Nuk jam ai avokati që ka marrëdhënie me sekretarin e shtetit. Unë po them nga analiza e fakteve publike. Ke për Spartak Ngjellën? Jo. Ja futej një kuj Spartak Ngjellës. S'ka lidhje. Avokat. Dhe të ngasmoj ky djalimenç ky po ta hodhi një kuj. Po pse shkon te avokati? Ti është një tjetër që flet me sekretarin e shtetit, mund ta kisha për atë. Po kur the ai s'është avokat, ai tjetër. Avokat është ai. Po unë e kuptova se për kë ai s'është avokat. Ideja është kjo. Nëse ti bën këto veprime, pozicionohesh si pengues i drejtësisë. Është deduksion. Është mendimi im. A mendon ti se është e pafajshme? Çfarë problemi ka që në Shqipëri të ndërtohet një standard ku zyrtarët e shtetit të shkojnë në gjyq dhe dalin pafajshëm? Pra, nga mënyra se si sillen, këta tregojnë se nuk besojnë tek pafajësia e tyre. Po jo, unë këtë s'kam kuptuar, do pyes edhe pse e bën Islamit ai se bën me Belinda Balluku? Po mendojnë pra se nuk besojnë te pafajësia e tyre. Jo, nuk mendoj se nuk beson te pafajësia e tyre. Thjesht ideja është këtu tek dhe si retorika ajo është artikuluar qartë që është çështja e mbivendosjes legjislativit mbi ekzekutivin. Dhe në këtë pikë të procesit integrimit europian dhe të negociimit, flitet për projektet e Bashkimit Evropian dhe flitet mbi 600 deri në 800 projekte të Bashkimit Evropian që janë ongoing. Dhe në retorikën e qeverisë është fakti që në këtë pikë zonja Balluku është një pikë shumë e rëndësishme dhe thelbësore për këto projekte dhe nëse do të ketë një lloj mbivend, jo si zëvendës kryeministre, si ministre e infrastrukturës. Po mos kemi atë. Dhe jemi tek pika që retorika qeveritare është ndërtuar te kjo. Është ndërtuar në komunizëm. Mirë, pra, unë po t'jap qasjen pra. Tani qasja është kjo, që nuk është ndërhyrë më përpara, duke qenë se nuk ka patur pezullim të një roli i cili në vetvete është rol ekzekutiv dhe është shumë i rëndësishëm për qeverisjen në këto momente që flasim. Dhe pretendimi i qeverisë është i tillë dhe
Unë nuk e gjykoj që një farë mënyre Rama është trëmbur nga kjo. Është trëmbur nga fakti që ndoshta drejtësia sot, duke tejkaluar kompetencat e veta dhe duke patur gjithë këtë autoritet, siç e kemi dëgjuar edhe këtë retorikën e Republikës Prokurorëve, dhe duke qenë një republikë prokurorësh që mund të vendosi dhe të ketë target për të pezulluar nga detyra një funksionar në mënyrë flagrante një farë mënyre për ta larguar nga detyra në këtë formë, kjo bën mbi overlapping, pra mbi vendosjet legislativit mbi ekzekutivin. Kjo ka qenë retorika, pastaj se është e fajshme, është e pafajshme, ne e pam që vendimi dhe ankimimi u çon gjykatë kushtetuese dhe gjykata kushtetuese foli dhe tha të rikthehet në detyrë. Nuk ka moral politika shqiptare, Roland, lutem, jemi në makiavelizëm total këtu, në këtë pikë, po nuk ka moral, nuk ka moral politik. Jo, nuk ka. Sa Emir Tahiri nuk e dinte, ai Sa Emir Tahiri doli nga politika. Nuk ka as mea culpa, nuk ka as moral, nuk ka as dalje publike për të pranuar. Me ndritin po në një formë tjetër. Në një formë tjetër, në formën e kësaj, në këtë pikë duhet të ishte dorëheqje. Nëse do kishte moral. E kujt? E zyrtares, pra, zonjës Balluku. Nëse do kishte moral dhe ndërgjegje. Jo. Mendova për Edi Ramën. Jo, Edi Rama absolutisht nuk po prit, akoma është në stadin e pathyeshmërisë edhe në qasjen e tij dhe në mënyrën se si e sheh publiku. Këtë nuk di do ta them, mi mbetet përgjegjësia e saj si funksionare që mbajnë dhe rol ekzekutiv, por nga ana tjetër është edhe e votbesuar. Pra flasim që është një individ që mban edhe pozicionin e deputetit në parlament dhe është e votbesuar nga njerëzit. Pra nuk është vetëm rol, është drejtuese e qarku, por nuk është vetëm rol ekzekutiv. Këtu pra flasim për dhe këtu vendimi gjykatës kushtetuese, dhe ne dimë që autoriteti më i lartë legal në një vend është gjykata kushtetuese. Dhe kur flet gjykata kushtetuese të tjerët heshtin, thon. Por këtu tani në 19 janar do të tregohet çfarë. A do të merret një vendim për ta ripezulluar zonjën Balluku dhe do kemi një standard të drejtësisë, pra një funksionalitet të një standardi të drejtësisë, apo do ketë një vendim tjetër i cili do tregoj unë do doja që të ishte një standard i drejtësisë, që do thotë ky vendim të shkojë ka vendimit që u morën nga GJK-ja pra për pezullimin e zonjës Balluku. Dhe pastaj le ta vendosi drejtësia. Gjykata kushtetuese të jap të drejtë pezullimit, në mënyrë të tillë që pastaj drejtësia të vendosi nëse zonja Balluku është apo jo e fajshme. Kjo do ishte një ajo që ti mendoj që do jetë po që do ishte më e drejta, e sakta. Pastaj nëse do merret vendimi tjetër i kundërt, po themi atë të intuitën e femrës. Ne këtu mund të shikojmë që a ka mbivendosje më të politikës mbi drejtësinë, pra a ka një lloj ndikimi koherent tani të politikës mbi drejtësinë? Këtë do ta tregoj ky vendim i 19 janarit. Ti si e parashikon parashikimin njëra? Se mashkulli nuk ka intuit, femra ka intuit. Racionalisht, mendoj që Rama do ta dorëzoj. Do ta dorëzoj? Sepse nuk ka asnjë leverdi për të mos e dorëzuar. Mendoj se ka marrë kohë për të negociuar dhe për të zgjidhur punët e veta, por nuk është diçka e lehtë sepse ka ndërthurje shumë të mëdha interesash. Pra pas ka qenë një fuqi e tillë aty sa që ministria thotë do të bëj ushtar timin bashkimulaj. Pra, çfarë do të thotë kjo? Kjo rrëzon atë idenë që këtu janë një grup oligarkësh që na drejtokan shtetin. Kjo del gabim se këtu qenë ka një kryeministër dhe 20 vicekryeministër që i bëkan këta që quajmë ne oligark ushtar të vetët. Dhe i vendosin në shërbimin e tyre se shteti çfarë ndodh. Ato parat që kërkojnë zyrtarët e shtetit nuk do i marrin tek kasapi dhe të shitësi frutave. Të këta ndërtuesit e mëdhej do i marrin, se këta prodhojnë ekonomi. Dhe çfarë kanë bërë? I kanë marrë dhe i kanë vendosur ushtar të vetët. Edhe janë gabim, pra nga përgjime dalin gabim të gjithë ata që thonë këtu kemi një republikë oligarkike që komandon politikën. Kush është problematika këtu? Kush është problematika? Problematika këtu është fakti që kjo nuk është institucionalizuar siç është në vendet e tjera të botës si SBA-ja, ku kjo barazohet me termin e lobingut. Që do thotë, lobingu është institucionalizuar në shumë vende perëndimore. S'është çështje lobingu. Është çështje që unë të jap një tender ty direkt.
Ajo është tjetër gjë. Ajo është shkelja pastaj. Po ne po themi pse nuk ka institucionalizim të konceptit lobingut këtu, se nëse na duhen para për të financuar fushata, për të financuar procese politike etj, patjetër nuk ka asgjë të keqe që ne nëpërmjet lobingut ta arrijmë këto lloj procesi. Po pra duhet i deklarojnë. Po nuk duan pra ti deklarojnë se nëse do deklarosh 5 milion. Po ma thuaj zgjidhjen pra, kjo është ideja, do rregullohet me ligj kjo. Nëse deklarojnë 5 milion dollar me ligj, ata marrin çojnë 8 milion dollar pa ligj. Dhe as nuk taksohen as asgjë, pra janë para private të tyre. Dhe po them që kjo lloj republike, këta që na i paraqet ne si oligark, sikur komandokan këta shtetin, është një hile e madhe kjo, se bën vetë politika për ta shkarkuar përgjegjësinë tek oligarkët, tek Zamiri Kastrati Bashkim me Ulej dhe për t'i hequr përgjegjësinë krye oligarkëve që i kanë kapur për brirë shtat dhe i kanë futur për të punuar tokën. Mos ta konsiderojmë si proces të delegjitimuar, pra ma kupton logjikën, që do me thënë nuk është gabim që ekzistojnë oligarkët, është gabim mënyra se si funksionon. Po mirë pra, kjo po themi është procedura. Dhe ne kemi të deregulluar këtë lloj procesi pra. Po mirë është kriminale sepse nuk është e rregulluar me ligj, pra këtë po themi. Pse nuk e legjitimojnë? Në mënyrë të tillë që ne sot mos flasim për këtë, për lobingun pra apo nuk legjitimohet, se gjithë vendet perëndimore kanë lëvizur, më fal, futem, vendet perëndimore nuk kanë ekonomi informale. Tani që të themi se ne po e bëjmë sikur vetëm këtu ka ekonomi informale. Nuk legjitimohet në asnjë lloj forme që unë si ministër takoj ty si njëri biznesi dhe të jap tenderin direkt. Kjo nuk ka legjitimim në asnjë lloj forme. Është tjetër gjë kjo. Po flisnim. Kjo nuk ka legjitimim në asnjë lloj forme. Po ti ke Italinë dhe e ke të mbajtur nga paraja mafës. Edhe në Itali, jo, këto janë. Po çfarë po me nga se marret ekonomia italiane. Shqiptarët futën një mendim kështu, kur u mboll vendi me drogë këtu, futën një mendim që vendet Amerika dhe këto mbahen me drogë. Nuk është e vërtetë. Italia është ngështat. Ka industrinë dhe prodhimin si e mbaka droga. Në studimet për pastrimin e parave, unë kam bërë detyrë kursi se jam profilizuar në këtë skemë, vetëm 1.5% ose 2% është para e piset ilegale në GDP-n botërore. Nuk ndodh që një është e kontrolluar, është e kontrolluar, po nuk është kjo. Po nuk është kjo. Aq ka qenë në atë kohë. Su u bëm në disa vite. Po i referohet dhënave formale, po ne po themi si është realiteti. Një shtet nuk e mban trafiku i drogës as para e pisët. Kush e thot këtë, nuk e njeh ekonominë, për mendimin tim. Një shtet e mban industria dhe ekonomia e qëndrueshme. Prodhimi. Industria, prodhimi, ekonomia e qëndrueshme, teknologjia sot. Çfarë bëjnë këta? Për të legjitimuar veten, kur u mboll me drogë 2016, se gjitha vendet kështu janë zhvilluar, thoshin me drogë. Nuk është e vërtetë. Okej, tani se dolëm fare nga tema. Dolëm tek skema pra. Parashikimi yt ti thua që Rama do zëmbëllon. Unë mendoj se do ta detyrojnë ta dërzojnë. Racionalisht. Sepse çfarë do? E detyrojnë disa të tjerë, të cilët kanë vendosur reformat e Bashkimit Evropian. Prokuroria, shiko çfarë do. Do të Rama i gjynjëzohet prokurorisë? Po sigurisht që do t'i gjynjëzohet Rama prokurorisë. Se nuk, shiko, ka pasur burra më të fortë se Rama, që një ditë kanë përfunduar duke ju gjynjëzuar prokurorisë. Pra kjo ideja... Jo, prokuroria për mua, ta them kështu unë si gazetar, dhe në 97 që ishe shteti zero, kur i thërriste atje, ishte më duke aq e fortë, ajo prokuroria dhe ata prokurorë aq e fortë dukeshin sa thotë, ishte e vetme gjë e fortë në Shqipëri në 97. Po dhe tani jemi tek e njëjta situatë. Spaku është institucioni që ka kredibilitet më të lartë në sytë e publikut. Tani do diskutoj për Spaku. Pra, do ta dërzojnë sepse ka. Edhe ju mendoni që Rama do ta dërzojë? Kam dyshimet e mia, por unë mendoj që në kuadër të reformimit dhe të e përdor edhe ti këtë fjalën në kuadër? Në kuadër disa e lash është kjo, kështu është once upon a time. 50 vjet më parë. Okej, po që jam te klasikja. Më shumë mos ta quajmë të lashtë, po e quajmë klasike. Jo, tregoj që i ke lexuar atë. Në kuadër të politikave të Bashkimit Evropian dhe imponimit që po vjen jo vetëm nga SBA-ja, por nga BE-ja, do detyrohet t'i hap krahun për drejtësi, Spaku dhe prokurorisë. Je dakord me atë që thotë Ndriti që këtë do ta bëj detyruar nga prokuroria apo nga një faktor tjetër, për shembull Amerika? E thash. Nga Bashkimi Evropian, nga procedura e negocimit mund të ketë ndikim nga Amerika, ndoshta duke qenë se ne e dim se ka një ndikim të brendshëm edhe prokuroria e posaçme nga SBA. Prokuroria është Pra që Kosa Obdati është brenda prokurorisë posaçme. Para se të zgjidhej. Prokuroria e Amerika kaq
në orën 8 të ka ardhur Nuk është prokuroria Amerikat, lutem Po është që me të tani, është që me të, mos ketë një strukturë brenda prokurorisë Nuk është Amerika në mënyrë drejt për drejt. Spaku dhe GKK-ja janë produkt amerikan. Tishte për këta, këta nuk i ndërtonin kurrë ato instrumente, sepse janë instrumente kundër vetes së tyre. 14 shkurt 2016, mos gaboj, ka ardhur John Kerry në Shqipëri, sekretari i shtetit, dhe ka thënë, i bëj thirrje politikës shqiptare të miratoj reformën drejtësisë sepse është investim strategjik i interesave amerikane. Po, fjala strategjik. Çfarë ndodh? Këta kanë identifikuar, pra shërbimet, doli tani që i kishte thënë në CIA Donald Trumpit që të mos mbështesim opozitën në Venezuelë, po të operojmë me këtë regjimin. Do diskutojmë për atë, do diskutojmë për atë. Prit pra tani. Çfarë pse ta thash këtë? Këta që janë në terren, operatorët e terrenit, CIA ose dikush tjetër, të vjen dhe thotë që në Ballkanin Perëndimor na ka dalë ky problemi. Cili është problemi? Krimi organizuar në politik. Kjo pandëshkueshmëria që përmendim ne ka këtë problemin që delegitimon shtetin dhe prestigjin e shtetit. Janë disa shtete private brenda shtetit, pra që kanë prokuror privat, polic privat, oficer të shikut privat, drejtor prokurimesh privat. Kanë dhe këto mediat me të cilat bëjnë dizinformim kundër interesave të një vendit NATO-s dhe është ardhur deri tek mendimi që ne na duhet një shkop bejsbolli. Dhe ky spaku është shkopi bejsbollit të NATO-s kundër krimit organizuar të një vendi. 20 grupe kriminale ka goditur spaku në 3 vjet. Do ta diskutojmë ç'është më vetë spaku. Mos kaloj. Pse? Ta mbaroj një fjali. Janë identifikuar si infrastrukturë e mundshme e cila mund përdoret nga fuqitë e huaja për ndërim vendet. Okej, është pika 3. Pika 2 tani do diskutojmë se mbaruam këtë çështjen e Ballukut. Vetëm një fjali këtu. Më shumë se sa institucion. Jo vetëm institucioni i SBA-s, unë mendoj që këtu spaku është ngritur për të çuar përpara reformën në drejtësi, që është prioritet i BE-s. Dhe unë këtu dal. Pika e dytë është ajo që do ndodhë në prill në Partinë Demokratike, pra zgjedhjet për kryetarin e ri. Indrit, ti si njohës shumë i mirë i Partisë Demokratike dhe Aderus. Ish Aderus. Madje ke, po Aderus me një kohë të shkuar, madje habia ime se si ti ke qenë mbështetës i Lulzim Bashit, me atë që unë... Kush ta ty që kam qenë mbështetës i Lulzim Bashit? Që ne kem mbështetur me duar, me këmbë, me gjitha e kem mbështetur tani, lere tani, këtë mbaj, këtë tani. Po jo, çfarë do thotë mbështetës i Lulzim Bashit? Natyra jote rebele nuk më jam natyrë rebele, është shumë racionale. Ti racionale, çfarë thua? Është shumë racionale, ke gabim. Ti po lere tani, më lër ta bëj pyetjen. Tani si parashikoj, çfarë do ndodh? Berisha do garoj apo jo? Me këtë natyrën rebele që thua ti të sqaroj diçka. Me Bashën na ra rruga në një rrugicë së bashku. Kaq ishte gjithë gjëja. Po ti po dohesh edhe ktheheshin prapa. Po ku të kthehesha tek Berisha? Jo, se thash më the ti. E thash unë pra. Tani, nëse Berisha ka dalë dhe ka deklaruar se do kandidoj, do të kandidoj dhe sigurisht do të fitoj. Sepse ti shkosh Sali Berishës në Partinë Demokratike dhe ti kandidosh, është një lloj si ti shkosh në dasëm ku listën e të ftuarve e ka bërë vetë dhe shkon dasëm vendos kutinë e votimit aty. Dhënat. Pra, listat e antarësisë janë ato të cilat përcaktojnë kush do të jetë kryetari i partisë. Të gjitha degët bëjnë listat përkatëse, qofse ka element dhe grupe armiqësore në naftë dhe në minerale. Ata përjashtohen nga Po lëvizja, çdo ndodhi me lëvizjen e Salianit. Pra, një sekond, ata përjashtohen nga listat, pra emri i tyre nuk është në listën e votimit. Po më ka thënë Besar Xhaferi që i ka thënë Berisha, ti nuk do kandidosh. Edhe do jetë ai një nga kandidatët i mundshëm. Po e tha ai që s'do kandidosh, nuk kandidon Sali Berisha. U tërhoq Besar Xhaferi nga pretendimit i u tërhoq. Jo, nuk u tërhoq. Unë këtu e thaj, ku e ulur ti e Po e ka thënë, këtu ku jam ulur unë, po s'kam mbajtur qendrimin që po mbaj unë. Se unë e them dhe e mbaj. 35 vjet. 35 vjet. Eduard Selamin e dëboj, ikuj. Tritan Sheu shkoja dërzoi vulën vetë. Teneritan Ceka, më përpara. Nuk ishte kryetare, unë them për kryetarët, të cilëve ju besoi vulën. Tritan Sheu e kuptoi dhe ja dërzoi vulën vetë. Nuk u mor me ta. Basha mendoi se mund të mante atë vulën dhe ndodhi një dram, tragjedi dhe u detyrua e dërzoi vulën. Sepse këtu është e lezetshme, nëse ke konflikt në parti me fraksione brenda partisë, kryetari i partisë ose
kryetari i fraksionit në parti të mund mendimin e kryetarit të partisë kundërshtare. Është bukur, është si këto princat mesjetare të Milanit. Jo, mos kalojmë në histori. Pra, një histori është kjo dhe në histori sepse është një histori, se është lider historik dhe është gjithçka. Ti vetë voton një? Jo. Do votosh? Jo, ku do votojmë për çfarë? A je antar i PD-s? Nuk jam antar i PD-s. Po çfarë bëre me testën? E kam në muze, në shtëpi. Në shtëpi, e? Po, është muzeale, është vlerë muzeale. Keni foto aty Jo, në celular? Po pse më sa e bukur do ishte. Po nuk do e mbaje testrën në celular. Po një foto aty ta kishe si karta e identitetit. Çfarë testrën? Do ta shfaqja këtu i ndrit vokshi antar. Pa ata nuk kanë prodhuar karta të reja. I biçi dhe Sali Berisha ka kartën me firmë Lulzim Bashkës. Është bukur kjo, ë? Do Sali Berisha ka kartën e antarësisë me firmën Lulzim Bashkës. Pashur, se është bukur kjo. Ashtu janë karta. Po tash ishte pasardhësi i tij politik. Presupozohej. Berisha ka thonë do të kandidoj dhe do të kandidoj dhe do të fitoj. Kuptimi nuk diskutohet më, pra lufta me ata të cilët kërkonin mos kthimin e Sali Berishës, pra lufta civile u fitua. Pra e fituan ata. Duke e fituar ata luftën, ka mbaruar për shumë kohë betejë me fraksione të cilat duan të ndryshojnë kursin ose mentalitetin e Partisë Demokratike. Pra ajo do të mbetet aty, 500.000 demokrat ja dhanë Sali Berishës me legalizim, me sistemin e legalizimit, janë njohur si pronësi me legalizim, dhe ai tani e ka pronë të vetën dhe mendon ku do ta trashëgojë. Meqense nuk e trashëgon dot shpejt, është i detyruar ta mbajë edhe pak kohë, por dhe pak kohë. Ai 82 vjeç ose është zoti Berisha ka thënë që jeta fillon 70 vjeç. E i bi që ai është 12 vjeç. Ndrit, ne mund të themi çdo gjë për moshën tonë, po ato e di Zoti lart. Pra, nga që e di Zoti, po them, ka vendosur ta mbaj Partinë Demokratike, e ka pronë të vetën. Kushdo që ka këto pretendime, nuk e ka me Sali Berishën. Si që kur ikni nga PD-ju e thoni këtë e ka pronë të vetën. Jo, unë kam thënë këtë pa ikur nga PD-ja. Kur ishte antari qysh në vitin 2017-18 më thonin mua këta kryetarët e bashkive të Lulzim Bashkës ç'keti me kryetarin ton. Mos i përmend dhe me emrat deputetëve tani që thonin më shan kryetarin. Mendonin si u shaja kryetarin. Pra qëndrimi është qëndrim, unë kam qenë militant i kryetarit. Pra kemi qenë aty për një identitet partijak, nuk kam më identitet partijak dhe kur nuk kanë ata, s'kemi pse kemi as ne, pra se nuk është një marrëdhënie më reciproke, por me atë çfarë ndodhi, ai vërtetoi që e ka nën pronësi dhe nuk do të merremi me atë. U quan antarësia ja dhanë me legalizim. Pra kush merret me atë si e keqja e vendit e këto epitetet është mendoj gjysmë e vërtet, e pa vërtet. Trauma e... Për ju, si do zhvillohen zgjedhjet në PD? Po trauma e ndodhur ndaj kryetarit të Partisë Demokratike me dorëzimin e gjithë pushtetit të tij tek Lulzim Basha, ai kaloi një traumë besueshmërie, do ta quaja unë, për faktin që personi të cilit i besoi trashëgimin e kësaj partie, që është parti familjare, do ta quaja, por mos e quajt autokraci familjare, po e quajmë parti familjare, kalimi kësaj pronësie tek dikush i cili është gënjeu dhe i kaloi këtë traumën e besueshmërisë, e ka bërë sot që edhe se Partia Demokratike ka zgjuar një retorik dhe të gjithë janë dakord që brenda Partisë Demokratike duhet ketë një rienergjizim, leadershipi vjetër nuk e lejon ngritjen krye apo elementet e rinj të cilët duan të vinë dhe të japin opsionet e tyre apo kandidaturat e tyre, siç ishte rasti i Zotit Saliani, i cili u bë direkt i përjashtuar dhe i padëshiruar brenda Partisë Demokratike. Dhe unë jam e bindjes që Sali Berisha do rikandidoj dhe do rizgjidhet, sepse kjo është mënyra se si funksionon Partia Demokratike dhe mënyra se si funksionojnë partitë familjare. Je për këtë? Unë jam asnjë anse në optikën time, unë kam qenë kandidate. Për kandidate? Kam qenë kandidate dhe deputeti që duam dhe patjetër që socialiste je? Jam e majtë, nuk jam e majtë, të them jam e majtë dhe ndërkohë t'je marksiste, si që pëndodh rëndom me këto retorikat vërdall. Kështu që jemi tek pika që... Dikush është problemi është që flitet, ja Roland, flitet sot për qeveri teknike që s'do ndodhi.
s'ka për ndodh kur, flitet për qeveri teknike, flitet për kandidat për qeveri teknike dhe Partia Demokratike në absurditetin më të madh, bërë edhe një postim për këtë, në absurditetin më të madh flet për kandidaturë të një kandidate e cila flet si e majt, por nga ana tjetër është marksiste në bindje. Pra, Partia Demokratike është ekstremiste e majt. Pra, ajo është varion tek bindja dhe tek qasja e të ekstremizmit të majt. Kështu them unë vërtet. Dhe jam te kjo pikë, po e ke pak mos ke arrit ta perceptosh pra. Kjo është. Tani ideja është ideja këtu. Si të pyet aty Po prandaj duhet këshilltar të mirë në ditët e sotme. Dhe pika është këtu. Të merr aty këshilla që si ta pyesa Nëse për te asaj si isha tek tjetër vend. Pra nuk isha tek intervista juaj. Ti ke putur një gjë të fortë tani ajo marksiste. Është shumë e fortë. Dhe po e them është në bindje ekstremiste të majta. A ka thënë Tirana dhe jam te kjo pikë. Pasardhësi do jetë një grua. Po le të jetë një grua pra, po themi Partia Demokratike. Më shiko pak absurdin, Partia Demokratike presupozohet që në ideologji është e djathtë dhe mbështet për qeveri teknike, a thua se tha u dheu brenda PD-s. Nuk e kam mbështetur. Një kandidat, po Sali Berisha e tha këtë, që patjetër është një figurë e vlerësuar dhe ne do ta mbështesim, mund ta mbështesim. Tani jemi tek pika që një parti që është zhveshur nga koncepti ideologjik, totalisht, nuk mund të flasim më në këtu për zgjedhje brenda Partisë Demokratike. Të jemi të qartë. Do futet Sali Berisha në kandidime disa të tjerë që patën pretendime dhe nuk i shkojnë pretendimeve të tyre deri në fund sepse janë të friksuar kuptimin, nuk kanë guxim politik, jo friksim në ato terma morale, dhe nga ana tjetër do të fitojë po Sali Berisha dhe nuk e dim se si do të vi pastaj ecuria. Kjo lëvizje Saliani që deri tani është shumë e çuditshme. Pse është e çuditshme? Po është çuditshme, do të thënë lëvizje po s'ka asnjë lloj platforme. Është lëvizje me hap nga dalt. Ti e mbështet? Po nuk mbështes ta thash i kam larg duart në një farë mënyrë me Partinë Demokratike dhe nuk mbështes më lëvizje brenda partisë. Po i do jashtë? Po s'ka lidhje me mbështetjen, po të them këtë që njerëz që duan ta luftojnë zotin Berisha në mënyrë jo kompetente. Pse? Aty do të ndodhë një proces. Jo, më nuk jam kundër. Je bërë xheloz më duket. Xheloz për çfarë? A thatë që ju meshkujt nuk keni intuit, nuk keni femra, keni racionalitet. Pse mendon se do bëjmë xheloz? Po edhe femrat kanë racionalitet, pse bëm kështu ti tani? Mos e kalon atë, se futemi në feminizëm pastaj. Çfarë tha moderatori? Pra ti folti tani më mbrojt çik tani, mirë këshilla tani po. Po jo ti më mbroj femrat sepse po thotë që maskilizmi. Se po thotë që femrat kanë intuit dhe nuk kanë racionalitet. Se mashkull tani këtë do ta pranojmë. Intuita është shumë e lartë, po dhe racionaliteti është shumë i lartë. Politik, flasim politik në gjithmonë. Xhelozia është përgjithsisht atribut femror, përgjithsisht. Këtu ndahemi. Ka sinonim? Se dje kishim dhe këtë fjalor gjusë ka sinonim? Nuk ka çështje xhelozia. Po nuk është më xhelozia atribut femëror, lutem tash se nuk e pranoj dot. Tërhiqur. Sepse të thuash një terminologji, ta mveshësh në bazë gjinore apo seksiste, nuk shkon pra tani, nuk shkon sepse dje postova dhe Simone de Beauvoir, që është nëna e feminizmit dhe nuk mund ta pranojmë në këtë term. Unë them atë çfarë. Unë kam studiuar, kështu që jemi te kjo pikë. Nuk i pranoj dhe nuk i llogaris. Po gjë, po studio shkenca politike duhet kesh studiu dhe qasjet feministe, edhe lëvizjet e reja sociale. Ideja është kjo që unë nuk i llogaris, mund të jenë aty, por nuk i llogaris. Dhe duhet i llogaris. Po them, po nuk duhet i llogaris, jam antimodernist. Dhe ideja është kjo, që nuk ka një pozicionim serioz politik në çështjet e qasjes ndaj Partisë Demokratike. Pra deri tani shoh një frikë. Pra ka një frikë për të rënë problemit në kokë. Pra frika për të marrë me problemin në kokë. Pra duhet të merren me çështjet reale. Për cili është problemi real. Dhe nëse ti shkon rrotull dhe anash, dhe nuk del tek problemi real. Saliani i bie anash? Po nuk kanë fuqi ata për. Po jo, atëherë po të bëj një kundër replik. Saliani i ka këto. Okej. Dhe unë e kam kritikuar e të tjerë. Por një lëvizje sa do e brishte Salianit e shkundi Partitë Demokratike. Bën sa foltore, bën një protestë, bën një. Mendoj që ajo është drejt për drejtësia më e mundshme që mund të ndodhi brenda PD-s. Nuk lejohet më shumë drejt për drejtësi. Ka deri këtu. Deri këtu. Shikoj çfarë ndodh.
nuk është shkund. Nuk është shkund. Këshilla në ka dhënë, replikë në ka dhënë. Nuk është shkund asgjë nëse ti perceptohesh si një njeri që bën lëvizje për të rinegociuar një postë në parti. Po pse çfarë negocion Saliani? Nëse perceptohesh si një lëvizje e cila bëhet për të negociuar Saliani tani mos. Pra faktorizim brenda Partisë Demokratike. Që do të bëhet sekretari i përgjithshëm. Po s'po them sekretari i përgjithshëm, faktorizim. Në vend të Flamunokës apo në vend të Gazmet Bardhit? Faktorizim i grupit për zgjedhjet lokale për të marrë njerëz në këshilla bashkiake dhe kandidat mundshëm. Kjo është çështja. Do të them ti thua që ai synon të zë vendin e Flamunokës apo të Gazmet Bardhit apo partia zakonisht prodhohet nga postët që mban, nga institucionet e saj. Ai s'ka postë, ai s'është as deputet. Pra, po të them, për të marrë ata hoqën në grupi WhatsApp-it kuota në këshillat bashkiake dhe kandidat të mundshëm për kryetar bashkie. Pra për këtë luhet. A do të ketë mundësi të bëjë një grup të imponohet? Është vështirë sepse grupi parlamentar është si një kazermë ushtarësh e rreshtuar tek zoti Sali Berisha, pra janë deputetët e tij. Unë ti thuaj që me këtë Edi Rama çfarë ka Edi Rama? Është aq komod në marshimin e tij në pushtet. Me kë është komod? Po me këtë i thëti s'do të asgjë në PD. Po pse çfarë do t'i ndodhte Edi Ramës nga PD-ja? Në çfarë kuptimi? Nuk vjen vështirësi. Opozita nuk e vendosen vështirësi. Ka një element që nëse do të tërhiqej Berisha në këto momente do të kishte një polarizim shumë më të madh brenda PD-s se sa po të qëndrojë. Do ishte më dëmshme. Do ishte më e dëmshme. Kështu që mendoj. Kështu thoshë Sheku Elvera. E di. Që po iku Sheku Elvera. Është parti familjare, ne po themi që është partitizëm familjar. Nuk e diskutojmë fare rolan. Unë isha adoleshent atëherë thoshë po vdiqen Veri, tani vdiqen Veri, mori fund Shqipëria. Unë isha fëmijë atë, adoleshent. Okej, se si do të tregoj fëmijëve që ka vdekur Sheku Elvera. Po, tani do po iku Berisha, dha do ishte Berisha. Është polarizim shumë i madh brenda PD-s. Po çfarë thua më ka dje me vajza, burra e gra. Po nuk i lën hapësirë pra, po unë të thash ty që deri në këtë pikë lejohet që të shkojë pra. Skanerin e Partisë Demokratike. Partia Demokratike nuk e ka provuar ndonjëherë të kandidojë pas Sali Berishën. Pra dhe ata që thonë që me Sali Berishën kështu, nuk ishte pas Sali Berishën. Po me ka ishte? Ka qenë në hijen e tij. CEO i Sali Berishës. Pra thonë vërtetën, jo me CEO? Ishte CEO, pronari i kompanisë tjetër. CEO? Po, si mund të jetë ndryshe vetëm se CEO, kur ditën e njëjtë të dilte Lulzim Basha në Prime, kryetari i PD-s, dhe të premten dilte Sali Berisha. Po mirë, pse si tha Lulzim Basha? Po kjo është çështje karakteriale e Lulzim Bashës. Kjo është si tha Merkeli. Kjo është çështje karakteriale e Lulzim Bashës pastaj. Jo vetëm. Është çështje karakteriale. Është dhe kushtet me cilat i e vendosur në një pozicion të caktuar. Në këtë skaner të partisë politike nuk është provuar ndonjëherë një parti demokratike pas Sali Berishën. Mund të jetë më keq, por mund të jetë edhe shumë më mirë me një leadership tjetër, sepse është çështje mentaliteti. Pra pa të mentalitetin që unë të rraf, unë të dhunoj, i forti, krimi, droga, pra PD-ja nuk ka dhe kuptim të jetë partia muskujve. Pra muskuj kanë të gjithë. Por nuk ka kuptim që të pozicionohet si një parti e muskujve dhe boksierëve, që një parti që të rrefet, dhunon, do është e fort, nuk është se rref njëri. Por ideja që ashtu pozicionohet. Pra të kërcënimi. Se shrau njerin për dëmë? Ku shrau njerin për dëmë? Jo se rreth njeritën, të kërcënimi verbal. Pra politikën, po të shohësh, e bëjnë me kërcënime verbale si organizata paramilitare. Por nuk bëhet politika me kërcënime verbale. Ka kërcitur drurin në PD dhe plumbin në PS, sa të duash, por unë po them. Mbarojnë punë me PD, vazhdojmë edhe me PS-n, po. Po them, nuk është çështje druri, ka kërcitur druri aty. Gramos Pashko në Itan Ceka. Po them, ka kërcitur druri në PD dhe plumbi në PS, po ta marrim kështu në historinë politike, por po themi për sot, nuk ndërtohet politika në gjuhë të dhunshme dhe kërcënuese. Dhe kjo gjuha kërcënuese dhe dhunshme, ky mentaliteti në PD ka fituar luftën. E ka fituar luftën civile brenda partisë me ata të cilët kanë thënë, partia ka më shumë vlerë se individi. Edhe këta u çuan dhe thanë, jo, partia nuk ka më shumë vlerë se individi, ka individi më shumë vlerë se partia. Qetësohu, burr, qetësohu. Qetësohu, burr, kështu bëni ju të PD-s, pastaj thonë, pse Edi Rama rri 16 vjet. Vendosi Edi Rama xham. Dhe çfarë ndodh? Polarizime grupi politik. Ora mos u vrave, shikoj dorën. Po nuk vritem, nuk jam ai që shkon në spital për një gërdhishtje.
Patriotik Lavani ke. Po mirë, Se unë e kam kritikuar dhe filluan atje pasaj. Roland, ke diçka, ta dekonspiron direkt edhe atë gjë kështu. Po patjetër, do ta lesh pak enigmatike. E dekonspiron moment. Nëse je në jetën publike do pranosh dhe komentet edhe lapa i mendoj se duhet i pranoj. Ideja është kjo. Jo, patjetër. Fitoi grupi i cili thoshte individi mbi partin. Humbi grupi që thoshte partia mbi individin. Dhe tani gjithçka çfarë ndodh është në funksion të individit dhe trashëgimisë e individit. Dhe nuk ka ndonjë vlerë të posaçme. A përfiton Edi Rama nga kjo? Përfiton, por ky është vendimi i 500.000 demokratëve. Pra 500.000 demokratë kanë vendosur që të përfitojë Edi Rama sepse duan Sali Berishën dhe vetëm atë. Është e drejtë atyre. S'ke çfarë i gjykon për këtë. Dhe pastaj mbajnë shpresën vetëm te qeveria teknike. Aseda, si s'ka dikush një burr, një grua, një djalë, një vajzë, po dohet i thotë, doktore, di si është puna? Boll. 82 vjeç, na lënë tani. Po edhe këto, po ka arritur. Po mos ma bëj kështu si leksion në universitet, po kështu konkretisht. Po patjetër, gjysmëzërat janë heshtur gjithmonë brenda Partisë Demokratike. Janë heshtur sepse ata e dinë shumë mirë se si funksionon logjika, edhe nga bisedat që unë kam bërë, edhe nga mënyra si e kam kuptuar qasjen edhe me kolegët, ose në fund të ditës jemi kolegë gjithë me njëri tjetrin. Kanë kuptuar një filozofi që duhet t'i shkosh mbas valles kryetarit, në mënyrë të tillë që të bësh karrierë brenda partisë. Dhe eksponent të tillë, siç është dhe kolegu këtu, e din shumë mirë që nëse ti bëhesh zë, dhe nëse ti je zë automatik, jo. Po pra, po këto parti ku ta gjenin të më kishin dhe mua ndoshta dhe i ndritin. Kështu që ideja është këtu që... Do ta thosha për ty, vetë për Partisë Socialiste. Kështu që çështja është këtu. Jo, për te asaj, nuk është ideja mi vënë emërtim partisë. Këto parti që ekzistojnë sot në Shqipëri, ku ta gjenin të kishin zëra. Çështja është që partitë politike në Shqipëri nuk duan zëra dhe nuk duan mendje, që t'jenë mendje që japin mendje në farë mënyre. Kështu që jemi te pika që zërat janë heshtur. Zërat janë heshtur. Atje në Partinë Demokratike asnjë nuk është nga ata që mund të ketë Filozofia aty është që ti shkosh ti mbas valles dhe qasjes drejtuesit në mënyrë të tillë që të kesh karrierë të suksesshme brenda. Nëse ti bëhesh Prandaj si bërë deputet. Po tani me këtë ndryshim tani me këtë ndryshim jo po s'është e vërtetë se unë jam njëri racional. Po më thon dhe unë kam qenë dhe jam zë shumë racional dhe shumë konstruktiv. Dhe kam treguar që patjetër që mendimin tim e jap për të mirën edhe për të mirën qoftë publike dhe për të mirën e përbashkët. Dhe jemi tek pika këtu që ndoshta me qasjen që do të ketë Shqipëria në vijim dhe mënyrën se si do të funksionojë politika shqiptare mbas këtij reformimi dhe e curisë, ndoshta do të ketë vend dhe për ne. Dhe jemi te kjo pika që ne opozita nuk e bën dot ndryshimin, nuk arrin dot vitet ndryshimi, nuk arrin dot të marrë elektorat edhe të shkojë tek pika për të fituar zgjedhjet, por e mbash presa tek qeveria teknike, e cila nuk ka gjasa të ndodhë. Dhe duhet të sqaroj një element. Nuk ndodh qeveri teknike. Nuk ndodh qeveri teknike dhe dua të qartësoj një element për atë që thash pak më përpara, që mos merret si kundërvënie ndaj kësaj kandidates që ka dalë në qarkullim sot për këtë. Jo, absolutisht, unë thash bindjet politike. Jo, më lër ta sqaroj. Pika është kjo këtu. Ajo që kam unë problem me shqiptarët është që ne kemi tendencën për t'i heroizuar disa njerëz që dalin si kërpudhat mbas shiut all of a sudden. Dhe jemi te kjo pika. Jo, pse nuk ka të rinj sot këtu? Nuk ka potencial këtu në këtë vend? Nuk ka kandidaturë dhe heroizim. Patjetër pra, jam shumë dakord, por nga diaspora Po dhe shteti nuk nga edhe Ismail Qemali. Po patjetër që ka ishin pjesë shtetit. Ka përfaqësues shumë të mirë dhe nga diaspora, po ka përfaqësues dhe brenda vendit. Dhe e kam tek fakti që ne brenda shtetit. E kam tek fakti që heroizimi i panevojshëm shpesh herë dhe kjo forma jo organike, se si ne duam publiku të imponojnë një individ të caktuar dhe se si duam për hir të XY interesave apo arsyeve, qofshin kombëtare apo ndërkombëtare, ne duam ta çojmë te kjo pika, për këtë nuk jam dakord dhe jo, absolutisht jo. Jam shumë dakord, po pse nuk propozohet një kandidaturë e brendshme? Pse nuk propozohet një kandidaturë e njohur për publikun shqiptar, po duan të imponohen individ që nuk i njeh publiku dhe janë mbase figura kontraverse. Dhe jemi te kjo pika. Hypi kontraverse. Po të lutem, po nuk e ka me individin, në Roland, e ka me fenomenin, të lutem, ma mirë kupton.
ajo ka bërë karrierën në patjetër e vlerësoj dhe i jap dorën dhe e vlerësoj më jap dorën, por pse mos të vim organikisht tek publiku shqiptar? Ka figura gra shumë të fuqishme dhe brenda Shqipërisë që kanë qenë në mënyrë konsistente. Më thoj një, aty në pësën tënde. Më thoj një. Jo vetëm në PSO, jo vetëm në PSO, jo po të lutem tani. Po tani ti PSO gra, ku i keni aktive, ja keni prerë kokat gjitha gra. Nuk ka gra aktive brenda në shoqërinë civile. Jo në Parti Socialiste, në shoqëri civile, në parti politike, në akademi, si profesioniste, ore nuk ka gra sot aktiviste. Po dakord më zotri, po pse glorifikojmë një individ me patjetër me heroizu? Këtu jam te kjo pika. Dhe po flas për fenomenin, po se kishte ndërmend po i shijon me sa duket, po ideja është këtu që heroizimi, me këtë jam dakord. Nuk jam dakord me heroizimin te Okej, kalojmë te pika e tretë që është SPAK-u. Tani do flasim për SPAK-un. Tani zgjedhja e Klodian Braus, domethënë është një etapë e re, është drejtuesi i tretë i këtij institucioni, Arben Kraja, i dyti Altin Dumani, treti Klodian Brau. Dhe në kushtet që ne jemi aktualisht, nuk është thjesht që nis një mandat 3 vjeçar dhe gjithë pyesim që ore do vazhdoj ai atje ku e la Dumani, do mbahet një të stek, apo do ketë atë që quhet kërkesë për cilësi hetimi, sepse ka pasur edhe debate nga juristët që kërkojnë një cilësi hetimi që deri diku ka qenë drejt. Ashtu siç i vlerësohet SPAK-u i ndrit për ato që ka bërë, ka pasur edhe këto kritika. Tani mendimi juaj për këtë si e parashikon? Mendimi im është që procesi gjyqësor ka gjithmonë dy palë në atë që quhet parimi i kontradiktoritetit dhe do ketë gjithmonë debate për veprimet juridike të organeve drejtësisë. Këto debate zgjidhen pastaj nga gjykata, e cila është e përcaktuar si arbitri. Pra, debatet vlen, po oponenca vlen, po shpesh edhe nuk vlen sepse çdo avokat ka të drejtën të mbrojë klientët e vet. Pra nuk është se është absolute oponenca dhe kritika. E vlerësoj shumë për një arsye, kam qenë tek ata të cilët e kam vlerësuar prej fillimit dhe shumë njerëz kanë thënë ç'ne. Pse mbështesin prokurorin, çfarë ka kjo prokuroria, çfarë është kjo për ju, për prokurinë e posaçme. Se është. Dhe për djeni ishte bukur se një nga artuesit e fjalorit të ri të gjuhës shqipe, kënaqja dje e ka vënë fjalë të re SPAK. Po pra. Në fjalor. Është bukur kjo. Ka kështu gjërash. Jo, po është bukur të futën fjalor tani, se tani nuk e kishim ne në fjalor. SPAK dhe SPAKistë ç'a duan. Po jo, është futën fjalor, gjë bukur, sepse shqiptarët besojnë shumë tek SPAK. Po jo, është futën fjalor, fjalorin e ditës. Kur mbështetëm ne SPAK-un në fillim, na thoshin servil të ambasadave, ushtar të Jurikim, agent të Sorosit, kanë thënë çdo lloj, me komente në për Facebook ose në për tavolina. Po ata prej psiqik. Nuk ishte çështje e mentalitetit dhe frymës që u krijua. Kush është me prokurorin, është i shitur tek Sorosi dhe Jurikim dhe këta se këta e krijuan. Po, në fakt nuk e krijuan, ata SPAK-u është krijuar në kohë të Donald Trumpit parë. Nuk është mandati i parë i Trumpit. Dhe cila ishte arsyeja pse u mbështet? Jo se mbështetja jonë ka luajtur ndonjë rol të madh se ne nuk kemi ndonjë fuqi për të përcaktuar jetën e një institucioni, por po them mbështetja me atë 0.1% e ndikimit publik. Ka qenë për një arsye. Shqipëria ka nevojë për një ditë drejtësi. U patçthuru shteti në një farë mënyre që bëj vrasje ti dhe shkon mbyllë me një drek bregdetat dhe me një çantë 30.000 eurosh. Shumë drejt. Me prokuror të këtij shteti që thonë na i hoqin ne vettingu të nderuarit e të respektuarit. Nuk ja u din ata dosjet. Dhe çfarë ndodhi? Që dhan motra 400.000 euro, $400.000. Ky ishte pra rreziku i shkatrimit të shtetit. Si shkatrohet shteti? Nëpërmjet delegjitimimit të prestigjit të shtetit. Nëse shteti nuk jep drejtësi. Jo, okay, për SPAK-un se i re çik anash. Po të them për SPAK-un, nëse shteti nuk e konfirmon vetveten vazhdimisht duke dhënë drejtësi, shteti shkatrohet. Pra SPAK-u erdhi si një instrument i cili do ta legjitimonte shtetin edhe një herë. Pra do të rriste besimin tek shteti. Dhe mendoj se arriti këtë? Në 1% të caktuar e ka arritur. Ka punë një gjë nuk kam kuptuar për SPAK-un. Tani, ka një nonsens që ore dikush du t'i thot edhe doktor Berishës. Tani, band kriminale dhe Altin Dumani krye bandit. Tani, kjo band kriminale, në thojza,
Kjo i ka çuar qeli dhe i ka marrë në ndjekje penale gjithë socialistët. Dhe premtimi i zotit Berisha që s'pak do ta shkrijmë që nëse mendoj se na e kemi thënë dhe themi prapë, është diçka alogjike. Pra nuk mundet që një spektër politik shqiptar të futet në këtë gjë që është organizatë kriminale prokuroria. Kush i thot prokurorisë organizatë kriminale? Pra nga cilat interesa buron kjo, që ti del dhe i thua prokurorit organizatë kriminale. Pra prandaj ne kemi mbajtur këtë qëndrim dhe çfarë na ka ndarë në politik, na ka ndarë kjo. E vërtet. Nuk na ka ndarë asgjë tjetër në politik me askënd përveç se kësaj. Dhe shqiptarët nga që janë mësuar me këtë pazarin për çdo gjë, habitën si dikush e mbështet me zell prokurorin. Ç'net ti me prokurorin se popull me del kriminal. Ç'net ti me prokurorin? Ti mendojnë se prokuroria është diçka e turpshme. Ç'net ti pse mbështet ti prokurorin është e turpshme. Dhe me Klodian Brahon pritshmëria. Unë mendoj se pritshmëritë e mia janë të mira për Klodian Brahon. Pse? Janë të mira sepse nuk nga çfarë kemi parë ne, është një prokuror serioz, është një prokuror i cili shkon afër asaj statujës me sy të mbyllur dhe me shpatë në dorë, edhe mendoj se duhet mbështetur për të bërë drejtësi aq sa mundet. Për ty, për Spakun, madje edhe me që të dy jeni politolog, është një analist, më fal. Ka dhe një detaj që dua ta përziej edhe lidhur dhe me pyetjen. Qeveria ka 19-20 ministra, se fusim dhe diellën, dhe vetëm ministri i drejtësisë Lamallari ka lindur jashtë Tiranës, në Dibër. Spaku ka 20 prokuror, vetëm njeri ka lindur në Tiranë. Ndoshta duket një fakt që mund mos thot asgjë, po edhe pa gjë fare domethënë nuk është. Nuk është, patjetër. Se ka ti si politologe, si njeri që domethënë i bën këtë lloj analizash. Ka një domethënë për ty? Jo, praktikisht në punën e Spakut nuk mendoj që do të afektoj apo ka në një ndikim të drejt për drejt. Unë them që Spaku sot është në ditët e veta më të suksesshme dhe ka arritur të thyej konceptin e pandëshkueshmërisë në Shqipëri, e cila nuk mendoj më përpara. E ka friksuar, e ka treguar dorë të fortë dhe unë mendoj që qasja e zotit Brau është e një dorë akoma më të fortë se sa edhe nga qasja e tij si prokuror, edhe nga mënyra se si ka gjykuar çështjet, ai do të ketë më shumë mbështetje dhe më shumë fuqi për ta çuar përpara qoftë nga ndërkombëtarët edhe nga brenda vetë politikanët brenda. Mendoj që ndaj Braus ka ndryshuar edhe qasja e opozitës ndaj Spakut, duke qenë se ky lloj pragmatizmi deri tani po flas për pjesën e retorikës dhe pragmatizmit që ka treguar. Ai tha krye bandit Berisha Dumani. Po patjetër, po kur nuk shkon konform me interesat personale, pastaj kalojmë tek konceptet e banditizmit. Jemi tek pika që shumë e rëndësishme për Spakun tani është çfarë vendosmërie do tregojnë ata për të çuar përpara çështjet e hetimit të zyrtarëve të lartë. Po pra, Spaku. Jo, Spaku po si do merren vendimin gjykatës? Si do merret, po pra, si do merret gjykoja pra. Po pra, ata e kontrollojnë Spakun. Si do të çohen? Si është vendimi? Si do të jetë vendimi? Si do të çohen përpara çështjet e nivelit të lartë, që flasin për zyrtarët që po jetojnë të nivelit lartë, dhe shumë e rëndësishme është në këtë pikë se sa do të jenë të hapur ata për të bërë ato që quhet ndryshe drejtësia e re dhe drejtësia e unifikuar në një standard që kërkojnë ndërkombëtarët dhe Bashkimi Evropian, garancia dhe suksesi. I Spak është Amerika? Jo. Nuk e mendoj detyrimisht. Si është këtë? Jo, nuk e mendoj detyrimisht që është, nuk e mendoj detyrimisht që është vetëm unë di që brenda Spakut dhe institucioneve drejtësisë të ngritura si strukturat posaçme ekziston një instancë që quhet OPDAT. Dhe kjo është instancë amerikane e cila ka ndikimin e vet, por deri me mandatin e zotit Dumani nuk ka pasur një ndikim. Po them kur shkon në ambasadën amerikane atje me 3-4 diplomatë dhe thot takuan Brown dhe foto atje zyra 309. Fal tani. Patjetër që ka ndikimin flet me mesazhe. Jam mos e dakord, por unë besoj unë mendoj që ndikon shumë dhe procesi negocimit Bashkimit Evropian. Duket sikur Bashkimi Evropian nuk ka influencën e SBA-s, por ka një influencë shumë të madhe, sepse retorika është tjetër dhe raportet e BE-s janë tjetër. Pro BE-s, po jo pro SBA-s. Patjetër që janë pro SBA, sepse një nga aleatët tonë kryesorë është SBA-ja, po flas për ndikimin. Jo si pozicionojmë punë, por kush ka ndikim më të madh në këtë pikë, mendoj se është kështu. Tani,
Çështja e katër që nuk lidhet vetëm me Shqipërinë, marrëdhëniet dhe raportet e Shqipërisë me Shtetet Bashkuara të Amerikës janë në momentin më të çuditshëm. Unë në mënyrë modeste them, kam dhënë dhe i libër përpara pak vitesh, historikun e marrëdhënieve që është në një farë mënyrë dhe historiku marrëdhënieve Shqipëri-Amerikë, po historia e ambasadorëve amerikanë në Shqipëri, nuk ka ndodhur ndonjëherë i ndrit që Shtetet Bashkuara të Amerikës të kenë 2 vjet e gjysmë pa ambasador në Tiranë. Nuk ka. Do të ato fazat tranzitore që ikte një ambasador vitin tjetër, e shumë kanë kaluar 6 muaj, 9 muaj, nuk ka. Madje dhe e ngarkuara me punë, nuk ka atë aktivitet dhe atë dukshmëri fjala vjen si Leila Mosisuan, nëse ju kujtohet që ishte lajm drejt dar. Po si ambasadore. Tani, ç'është ky raport i ndrit me Amerikën që pothuajse qeveria s'ka, dhe pastaj do flasim edhe për Maduro në Venezuelë, se gati na u duk sikur CIA na erdhi në Tiranë dhe na mori njërin e iku andej. Do të thotë një nonsens edhe habi që fantazia këtu është fantastike. E para, qysh kur janë krijuar këto organet e drejtësisë, ambasadori amerikan nuk flet më aq shumë sa ka pas folur. Vetë ambasada amerikane nuk flet më, pra nuk flet shumë. Kime ke fjalën? Qysh kur janë krijuar organet e drejtësisë, janë vënë punë. Ja. Që janë vënë në punë. Se janë dakord, s'janë dakord se në mbledhjen tjetër të KLP-s për zgjedhjen e Dumanit. Po e arritën pra çfarë ishin aty në sallë. E arritën pra çfarë deshin, qysh kur janë vënë në punë, po them. Vendosën Dumanin. Po edhe tani ishin mbledhje tani. Unë them nuk flet, si ishte mbledhje tjetër gjë. Nuk ka aktivitet politik ambasadë, do them. Se jemi mësuar që ta kishim ambasadorin amerikan duke pjekur gjel, duke bërë halv, duke ngrënë kadaif. Nuk ndodh. Pëlqen dhe fare ty kjo, ëh? Jo, por nuk është normale, por nuk ndodh. Pra, sot është projektuar interesi amerikan në disa pika. Pra, çfarë kanë dashur këtu e kanë marrë si koncesion për një vend aleat. Po? Dhe Shqipërisë i intereson ky lloj pakti, nuk ka Shqipëria asnjë lloj arsye pse të mos jetë ky pakti amerikan. Pra nuk humb gjë, vetëm sa fiton duke forcuar marrëdhëniet me Amerikën. Gjithmonë një fuqi e madhe vjen dhe merr diçka në koncesion, pra është një marrëdhënie shkëmbimi. Gjithmonë kur ka ardhur këtu edhe Austria, edhe Italia, edhe Gjermania, edhe Bashkimi Sovjetik, edhe Kina, pra marrin diçka në raport. Kjo është rregull normal i politikës. Amerika na ka dhënë më shumë se Po pra, ka dhënë më shumë, sepse jo më shumë, po. Është një vend. Desh Amerika që jeni ne. Po pra, është një vend i cili është futur në luftë me Jugosllavinë për të krijuar një shtet shqiptar. Kjo është shumë. Është shumë, është historike, epokale, konsiderohet. Por desh Amerika më pik. Në rregull pra ekziston se e kishin humbur pavarësinë. Pra, në këtë aspekt nuk ka arsye Shqipëria për të pasur ndonjë merak në këtë marrëdhënie, por për dalë aty ku thatë ju, mendoj se nuk ka asgjë anormale. Juve ju duket normale? Në politikën e shtetit amerikan kishe shumë vende, që 53 vende ku nuk kishte ambasador amerikan. Po ishte një çështje. Po ku? Për kështë e foti? Nuk ka asgjë anormale në raport me ne. Shqipëria është pozita gjeografike, është historia. Nuk ka diçka specifike në raport me ne. Ne kemi patur një mungesë goxhat gjatë në front. Nuk ka diçka specifike në raport me ne. Ishin 50 ambasadorë nëpër botë që u patën bllokuar ndonjëherë atë. Mirë, kjo çështja në Senat. Nuk është specifike me ty. Po jo, mbaroje një histori. Në kuptimin e pozicionit gjeografik. Erdhi Trump tani, ka një vit të caktuar. Pozicioni gjeografik i Shqipërisë ka qenë shumë më i rëndësishëm dikur kur ishte vija e kampit lindor me kampin perëndimor. Tani është futur në klapa. Pra ka mbaruar. Është futur në klapa, nuk ka ndonjë rrezik eminent ruso-kinez, siç duan ta konsiderojnë ta. Dhe s'ka interes thotë? Jo, nuk ka emergjencë, jo interes. Interes ka, por nuk ka emergjencë. Për çfarë emergjence do të ketë këtu? Nuk po tenton askush të përmbysë interesat amerikane. Po funksionon shteti. Ka i vitet sa presidenti tonë? Ka funksionuar interesat amerikane dhe pa ambasador. Jo, s'ka, këtu jo. Pra, fakti që kanë funksionuar dhe pa ambasador. Po këtu jo, pra. Pse s'kan funksionuar? Kur? Më thuaj një, se tharë, se këtë është cënuar këtu interesi amerikan. Ju e njihni shumë mirë, domethënë, por s'ka, ndoshta për çështje kohe, zëvendësimi ose kalimi ka qenë një moment që Shqipëria ka patur. Jo, s'ka asnjëherë. Jo, asnjëherë. Ka pasur 6 muaj jam. 6 muaj, po pra ka qenë një periudhë. Ora po kemi 2 vjet e gjysmë, iku, do të bëhen 3. Do të bëhen 3. Do të në
korrik ka ikur, në korrik bën 3 vjet. Ne jemi në janar tani. Do e kuptoni Ka funksionuar shteti dhe pa ambasador. Pra askund nuk janë cënuar këto interese. Do ti thua që është më mirë kështu? Unë nuk po them që është më mirë, po them që nuk është ndonjë gjë tepër skandaloze. Po ta ndjenin ata që ju cënojnë interesat. Nuk afekton në mënyrë të drejtë marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Po ta ndjenin që të tregoj që kjo afekton në farë mënyrë marrëdhëniet e drejtë për drejta. Unë nuk e gjykoj se kjo afekton. Dhe për aq kohë sa. Jo, kjo tregon këtë që Rama vetë kryeministri nuk është se ka marrëdhënie që ka pasur diku. Jo, po pse s'ka pse, jo, po nuk tregon, nuk është tregues. Më thuaj një fakt që Rama i ka marrëdhënë njësoj si para 5 vite. Mund të mos i ketë, por ideja është që nuk ka pse ta afektoj vendosjen e një ambasadori, sepse si rregull shteti duhet ketë. Jo, domosdoshmërisht lidhet. Lidhet me ambasadorin, por Rama vetë marrëdhënien me Amerikën nuk i ka mirë. Ose nuk i ka si që ka pasur, se nuk i ka mirë do të thotë që është një lloj deklarate. Jo, pra është tamam këtë po themi, pra ideja është që nuk ka një deklaratë drejt për drejtë se si janë marrëdhëniet e drejt për drejta me Shqipërinë. Është anulluar projekti i Ishullit Sazanit, se është thjesht pyetje se nuk ka. Kishte një media, një titull. Sot media, sot dje do është përfolur ky. Arsena këtë. Jo, nuk ka informacion. Jo, që ti korrekt. Unë mendoj që nuk. Qose ne nuk kemi informacion, do të thonë ja fusim kod pastaj hamësojmë, fantazojmë, kjo nuk është korrekte. Jo, kjo mund të jetë fake news, mund të jetë fake news. Po pra kjo nuk është korrekte, nëse nuk kemi. Tani e lidhim tani pak me historikun e Venezuelës tani. Është bër lajmi numër 1 në botë, po edhe në Shqipëri. Tani nuk e arrit ta kuptoj këtë. Këta partizanët e kësaj që CIA do vit marrë Edi Rama dhe ta çojnë në Amerikë, do të thonë, ç'është kjo tani? E pa njërë të ndajnë mëndje njërë që këtë që kërkon Partia Demokratike, jo Partia Demokratike, se as Berisha vetë nuk e ka artikuluar kështu këtë, po këta partizanët e kësaj... Si e ka artikuluar Berisha? Jo, nuk e ka artikuluar kështu. Ikur Maduro, radha Ramaduros. Po tha këta, do ta heqim ne, tha. Sigurisht, se i ka vetë forca delta, i vetët. Po pra, i tha do ta heqim ne, nuk tha që vit. Nësa të tjerë thonë që do vitë CIA, ta marri Rama dhe ta çojë atje. Tani, Shqipëria... Tani të komentojmë për Berishën apo për këta tjerë? Të dyja. Po, e para, Berisha, sado që i ka rënë reputacioni, ka një sens serioziteti, e kupton që nuk duhet thotë që vinë Amerikanët dhe marrin me helikopter. Ai fantazon deri aty ku lejohet dhe e kupton edhe vetë që nuk bëhet më komik se sa duhet. Pra, e mban atë komizmin për t'i krijuar figurës vetë një simpati. Pra, nuk del Berisha nga ato shina. Për këta të tjerët, pastaj çfarë themi? Pra nuk mund t'i ndalojmë të ëndërrojnë. Pra projektojnë ëndrën diku tjetër, një kontinent 8800 kilometra larg, sa është Venezuela nga ne. Pra e projektojnë ëndrën aty, pra histori tjetër, marrëdhënie tjera, gjëra tjera, dhe në pamundësi për të larguar vetë Edi Ramën, shpresojnë që të vitë tani dhe të na e marrë Donald Trumpi me helikopter. Kjo është ëndër e bukur, nuk mund t'i ndalosh ta ëndërroj. Unë në postimin edhe në një artikull që do të nxjerr, kam paralelizuar me Deus ex machina në filozofi, ku është ajo makina magjike që presim të vijë dhe të na katapultoj dhe të na largoj nga e keqja. Një farë mënyrë dhe kjo vjen edhe si pafuqi, po dhe si retorik dhe një lloj paralelizmi jo koherent në optikën time, sepse ka asnjë gjë të ngjashme mes situatës dhe ndërhyrjes së CIA-s për largimin dhe regjimin e Maduros me Shqipërinë është një paralelizëm utopik. Dhe ajo që shikoj unë dhe ajo që dua ta analizoj pak këtë çështje në kuadër të drejtës ndërkombëtare dhe të ligjit ndërkombëtar, është patjetër shkelje e neneve të OKB-s, është patjetër shkelje e sovranitetit dhe territorialitetit të një shteti. Ja, kalove le hypi që si marksiste këtu. Jo, absolutisht jo, sepse këtu jemi tek pika që po flasim për ligj dhe rend ndërkombëtar. Dhe kur flasim për ligj dhe rend ndërkombëtar, ti themi gjërat ashtu siç janë. Dhe pastaj është tjetër gjë nëse duam ta relativizojmë dhe të themi që e shikoni. Po është vendim gjykate. Jo, nuk është vendim gjykate, pra nëse është marrë me vendim gjykate, atëherë është tjetër gjë. Por jemi tek pika që ka cënim. Edhe sot diskursi në të gjithë mediat ndërkombëtare, nga Reuters deri tek gjithë të tjerët, ka një po themi një përplasje shumë të fortë mendimit politik
A ka qenë realisht ndikim edhe ndërhyrje në sovranitetin dhe ndikimin e ligjit ndërkombëtar? Apo kemi të bëjmë me një të drejtë të një shteti që është superfuqi për të ndërhyrë në një qeverisje e cila është jo legjitime? Të gjithë analistët internacional thonë që e krahasojnë dhe me ndërhyrjen e Amerikës në Kosovë. Për tani, do të jemi çik më të matur në shqiptarët. Po është tjetër që sepse Amerika ndërhyri në Kosovë dhe çliroi Kosovën nga një genocid nga serbët. Tani, po jo është tjetër gjë, po paralelizmi është shumë i keq. Dhe represionit, ne po flasim për çështje lufte dhe represioni Roland. Tani ne nuk mund të themi që në Kosovë ishte i drejtë dhe atje nuk është i drejtë. Jo, po nuk janë dy standardet. Nuk po flasim për dy standardet. Ne po themi këtu që edhe në rastet thotë drejta ndërkombëtare, kur ka gjendje lufte, gjendje terrorizmi, edhe gjendje shumë më të rënda se kaq të represionit, ne duhet matemi mirë në bazat ligjit ndërkombëtar për të ndërhyrë, sepse çfarë ndodh? Kjo hap shtegun që ndoshta të ndodhi kjo gjë dhe të ketë rrezikshmëri shumë të lartë për shtetet më të vogla. Dhe këtu është pikpyetja më e madhe. A hap kjo një pikpyetje për një rend të ri? Jo se janë friksuar, unë po flasim për vendet e Ballkanit. Po gjithë diktatorët ku janë. Është pikpyetja më e madhe për Europën dhe stabilitetin e Europës dhe në Ballkan. Le të shkojë CIA ti marrë gjithë diktatorët. Nuk është kjo logjika, është tjetër diskurs. Për ty, do të thënë ka jenë më tjetër në mendje me unë mendoj këtë gjë. Kjo është çështje interesash dhe çështje pozicionimi. Ne si shqiptar nuk kemi rol për të gjykuar çështjet e globit ndërkombëtarisht. Ne gjykojmë cili është interesi ynë kombëtar. Kjo është busulla. Bravo, shumë bukur. Në busullën e interesit kombëtar, çdo aleat i Kinës dhe i Rusisë sërzohet, për ne nuk ka asnjë problem. Nuk na bën asnjë dëm, nuk janë aleat ton, janë kundër Kosovës, janë kundër shqiptarëve. Nëse do të pozicionohet dhe do të forcohet ky lob ndërkombëtar, sigurisht që do të forcoj Serbinë dhe do të forcoj. Ky është argument logjik, Arseta. Do të forcoj. Jo, ky është argument logjik. Dhe ajo që na intereson. Ka një shprehje një poet turk, thotë nuk mund të jesh. Mund ta thash, është rreziku që i kanë ndërkombëtar pa qenë kombëtar. Po unë ta thash rreziku që i kanoset shteteve më të vogla. Ti s'më leta hala bërë. Europianët dhe këta që gjenerojnë propagandën e shkeljes së të drejtës ndërkombëtare, janë ata që kanë rrëzuar Muammar Gaddafin dhe një 20 qeveri në Afrikë për minerale, deri dhe për disa glaca plumbash që duheshin për bujqësinë në vendet e tyre. Po kushtet të lutem, të them diçka. Kushtet gjeopolitike nuk janë të njëjta. Jo, po flasim jemi në kushte tjera gjeopolitike. Kemi një luftë të hapur në Ukrainë. Sot e kësaj dite nuk po flasim në kushte, jo ka si ka rëndësi. Sot e kësaj dite këta futen dhe rrëzojnë qeverinë nëpër Afrikë, aty ku duan t'ju marrin pasuritë dhe e ke fjalën për evropianët. Po, këto shtetet. Ka disa shtete dhe që kundërshtojnë tani këtë aksion. Që dalin dhe kundërshtojnë pikërisht se ka bërë Donald Trump. Nuk është për të kundërshtuar, është për ta analizuar. Lutem. A sjell më shumë benefite kjo se ka bërë Donald Trumpi. Se po ta bënin ata vetë, do dilnin dhe do thonin një vendosje e humanizmit në Venezuelë. Do thoshin një vendosje drejtave të njeriut, edhe pse ka vrarë një 15.000 njerëz, sa ka vrarë atje i Venezuelës. Ka shtypur me makinë më protestues. Po pra, e i ka vrarë kështu pam. Nuk ju duket normale sepse është një diktator komunist. Dhe i atij komunizmit ose panlatinizmit, si janë këto partitë bah në lindjen e mesme. Pra, në këtë aspekt ne gjykojmë interesat tona kombëtare. Dhe në interesat tona kombëtare të fuqizohet Amerika për ne është mirë, të fuqizohet edhe Gjermania për ne është mirë, të fuqizohet Turqia për ne është mirë, edhe Italia si shtet mik është mirë. Pra ne gjykojmë interesat tona. Le ta provojnë një herë të fuqizohen prapë këta. Rusi, Kinë dhe boshti këtyre. Ti je origjinë nga Kosova, a? Ti je me origjinë nga Kosova? Po. Vokshi? Po. La familja Po nga mund të jetë Vokshi tjetër. Po mund të jetë Albana Vokshi, për shembull. Po edhe Albana Vokshi nga Ifis është. Po unë e di. Do të ti nga Suleman Vokshi. Po sigurisht nga Ifis. Ke lidhje me Albana Vokshi? Kam lidhje të kushëri të largët. Ja të largët. Po. Po do të keni ardhur vitet 20-30? Në 28-ën. Në cenzunin kam parë në fletoren zyrtare kur keni marrë në shtetësinë, kanë dërguar Albanë. Në censusin e vitit 1931, Fisi Vokshi është 4003 banor. 392. Fisi juaj, 4003 banor. Do në Kosovë dhe këtu? Jo, vetëm Kosovë. Është një census vetëm për Goxha këtu dhe këtu. Edhe këtu kanë ardhur Goxha,
por është një census vetëm për krahimin 4000 3 banor. Më i famshëm në rëndësishme e Sulejman. Ai është më i njohuri. Po bie vokshi? Edhe bie vokshi. Edhe bie vokshi. Shiko, kushdo që ka mbiemrin vokshi është nga ky fis, nuk ka tjetër. Nuk ka tjetër, ëh? Jo, nuk ka të dytë. Nuk ka të dytë, po ju tani jeni të gjithë djathtë? Nuk ka lidhje. Jo, ka lidhje tani, bie vokshi, ishte bie vokshi. Bie vokshi është themeluese e rinisë antifashiste. Shtëpia. Kam pasur që i vogël atë çuan aty te shtëpia. Ideja është kjo. Ti e ke parë? Jo. Shtëpinë se ka arritur. Ideja është kjo. Në struktura fisnore të mëdha me shumë banor ka bindje të ndryshme, ka zogist, ka komunist, ka republikan, monarkik, sepse janë struktura të mëdha. Por origjina ndaj pastaj do ta jap nga ana juaj, pastaj nga malet e oparit. Jo, unë më s'ka parë, s'jam nga parë, po do ta jap atë vendimin e qeverisë dhe fletorin zyrtare që keni marrë në shtetësinë shqiptare të ardhur nga Kosova. E kam për shumë emra, është një listë gjatë me vokë që ardhur nga Kosova. Tani për ta mbyllur se jemi në fund. I driti tha një gjë që unë u kënaqa, u gëzova, është një pikë vështrim shumë i bukur. Ore, të gjithë ato që janë kundër Kosovës të shuhen, thaj. Jo të shuhen, po të dobësohen. Ato pushtete të shuhen, jo shtete, po pushtete diktatoriale që janë kundër Kosovës të shuhen. Ky është interesi ynë. Tani thuaj atë që thej që s'më le. Jo, isha tek pika që jam shumë dakord me qasjen e kolegut dhe thash që si do të afektoj kjo rrezikun që mund t'i kanoset popujve të vegjël. Dhe këtu patjetër që fokusi kryesor është mbase një indirekt mësymi apo pretendim që mund vi nga Serbia edhe për Kosovën. Por jemi edhe tek fakti që jemi në dy realitete totalisht të ndryshme. Dhe këto realitete totalisht të ndryshme do thotë që Shqipëria nuk mund të paralelizohet me realitetin në Venezuelë. Këtë doja të thoja unë. Ky lloj pretendimi dhe ky lloj utopizmi se në Shqipëri CIA amerikane apo ndikimi ndërkombëtar do të vi dhe me këtë deus ex machina do të heqi regjimin ose ndryshe ashtu siç e quan opozita, por qeverisjen aktuale për të sjell dhe për t'i lënë dhe për t'i hapur krahun opozitës, unë mendoj që kjo është utopizmi i gjithë retorikës, mënyra se si ne kemi paralelizuar është totalisht e gabuar. Këtu te kjo pikë jam. Por pastaj unë jam me të drejtën ndërkombëtare dhe kjo qasja ime e vendosur në ligjet ndërkombëtare, vendosur në të drejtën ndërkombëtare është totalisht tjetër gjë. Por pastaj se çfarë interesash të Shtetet Bashkuara të Amerikës lidhen me agresionin edhe mënyrën se si u ndërmor ky aksion në Venezuelë është komplet pastaj tjetër gjë. Kështu që jam tek pika që ne jemi pro interesit kombëtar, po jemi dhe pro të drejtës ndërkombëtare dhe duhet ta analizojmë mirë kur flasim për drejtën ndërkombëtare, se balancat gjeopolitike në botë janë shumë ndryshe se balancat gjeopolitike në Europë. Po unë ta dërgova një dritë atë që të parët e tu Asim Vokshi e të tjerë kanë marrë në shtetësi. Po janë shumë, po... Po pra, shumë pra, a theje 4.000 ca. A i ke gjë ata? Gjithë. Të gjithë, kë? Po të gjithë që janë... Po më thuj emrat pra? Asimin? Ali, Qazim, gjithë më... Qa janë ata? Qa janë parasit e tu? Qa i ke? Po kushuria burse është duhet me hap pemën aty për ta pa ta manë se ku lidhësh. Jo, flasë mund të ishe në një gjysë. Janë 11 deg. Do vëdhëm, Asim Vokshi, biri Aliut e Qazim Vokshit, lindur 13 në Gjakov, i pamartuar, ardhur në Tiranë në 10-12 vitesh e tjerë me në shtetësinë shqiptare. Internacionale. Po, me në shtetësinë shqiptare në vitin 19 shtator 1936. Ka marrë në shtetësinë shqiptare. Ja, ka rehabilituar zogut. Ta dhurova një vendim të. Okej, jemi në fund të parësit të tu me në shtetësinë shqiptare, se ata kanë pas Jugoslave atëherë. Po duke qenë se kanë kontribuar në ndërtimin e shtetit, padyshim që do e kishin shtetësinë shqiptare. Jo, pa diskutim se nuk e ka dhënë kohë se kishin 10-12 vjet. Okej, ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni i përsot nga Ura Lançafoku, mirupafshim.